Faza e dytë e legalizimeve që pritet të vihet në zbatim nga java e ardhshme do të përfshijë në skemën e re të ligjërimeve 3 kategoritë të objekteve informale, të cilat janë ndërtuar nga qytetarët shqiptar pas vitit 2006. Ligji i ri, i cili do të bëhet operativ, parashikon nisjen e kësaj faze, të cilën ekspertët e Aloiznit e konsiderojnë si shumë të rëndësishme për pronarët zotrues të objekteve informale. Do të jenë punonjësit e zyrave të Aloiznit që do të kthehen terenit për verifikimet përkatëse të parashikuara sipas ligjit në fuqi. Deri më tani, Aloizni ka konstatuar 270.000 ndërtime pa leje, prej tyre 225.000 janë kualifikuar, ku 95.000 prej tyre janë në proces të kalimit të pronësisë dhe 74.000 të tjera kanë marrë tashmë leje legalizimi. Sipas ndryshimeve ligjore, të interesuarit do të paraqesin kërkesë për legalizim brenda 45 ditëve nga kjo datë e hyrjes në fuqi. Objektet që do të bëhen pjesë e këtij procesi duhet të jenë të ndërtuara pa leje, të ngritura pas datës së hyrjes në fuqi të ligjit, vetëm në rast se për to procedura e legalizimit nuk kërkon kalim pronësie mbi truallin. Gjithashtu ato nuk duhet të jenë të ngritura më larg se 100 metra pranë akseve rrugore, shprehen ekspertët pranë Aloiznit.